Dhe natyrisht të kalojmë fillojmë me një programin e televizionit tonë. Po, së të fillojmë program me pasion e shtypit, një det me info në pik të sabaut. Një det me info në pik të sabaut. Likim. Mos e hapa, bur. Mos e hapa, bur. Qa do ty të ma? Po fle ky këtu. Kush po fle, ma? Ky i gazetave po fle gjumë. Po ti shdo aty, ma? Si po fle? I thash qo, po nuk qo. Por jenë vetë apo jo? Nuk e zgjove? Jo, qo t'ja. Ore, hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu. Do fillon të programi tani. Po nuk zgjohet më koni. Po, hajde bëj ti programi, vazhdo. Sa të bëj? Hajde, Jo. Mos ky turp, të duan, hajde, të gjithë thonë kush është ky. Hajde. Qa du them? Po do prezanto një. Do në njeri byrek. Jo, prezantim është për shumë kush jesje kemi, ku ke lindur. Ta bëj unë tanja? E tani. E bëj. Ku ke lindur? Unë kam lindur në Shqipëri. Jo. Për vit të ri. Jo, ma ja. Po. Kam lindur me njerë pas filmit Spartaku. Kështë lindur në mes do ishe mirë. Jo, me njerë pas. Në fund, aha? E prandaj babi ma vuri emrin Spartak, e kuptuam. Shpëtim. Shpëtim? Filmi Spartaku emri Shpëtim s'ma mbush mëndjen. Se ky Spartaku shpëtoj këta shokët. Prandaj, shpëtim, prandaj ti e për të shpëtuar shoqërinë, e? Po. Shumë bukur, më pëlqen. Po, unë di që kemi në kosti ti. Po, më thrasin kosti. Se... Thuaj publik mos, të dojë në vesh. S'kemi arra, jo, ta thot. Ta them? Po, thuaj. Po, kur linda unë, mamas ti me iku gjiri. Jo, ma jo. Po, edhe... Qa ke thithur o ma vri? Iku. Edhe kemi një tezën e mamit babit që në disa vjeqe, edhe kur isha i vogël, ajo nga që nuk shikonde, më nga troj ato shishet edhe më dëndi me kos. Ke pirë kos gjithë jetën ti? Kos gjithë jetën edhe, ta shti njerëzit hanë me buk gjerat, unë i ha me kos. Qa thua? Po. Shdo gjë me kos ti? Shdo gjë me kos. Unë edhe kafe në pi me kos. Qa thua, më? Po. Jo, së besoj. Ti si e pi kafe? Unë në pi me qumësh kafe, me qumësh macchiato. Unë e pi me kos. E po si e quan ti? Ma kos. Mos më thua që edhe po të bësh analiza del kos. Ore më qa, kos del. Jo. Po e kam shumë qef. Do të mbajmë për dyqanë. Unë edhe turpin e ha me kos. Qa thua? Po që ke tamam kos. Kos që ke, po mos ma përmend më këtë emri kos, se unë kam alergji nga kos. I ka pirdo. Qa thua? Thash, pse? Mos ta djoj më. Në rregull. Ashtu. Kosti kam bjemrin? Kosti Konstantini. Prap me kos edhe mbjemrin? Babaj? E Kosma. Mamaja? Konstanca. Babaj nga është? Nga Kosturi. Mamaja? Nga Kosova. Nga Kosova? Kosova e Lushnjët. Kosova e Lushnjës? Po. Nga Kosova e Lushnjës, ajo nga Kosturi, babaj nga Kosturi. Ku njohën? Në Kosin. E një fshat në përmet. Po këtu e njohën, Allah. Po në Kosin të përmetit shdeshën. Po se gjyshim Kostaki. Stop, se na vdikje, nuk dua ta djoj fjallën kos. Po ti vetë desha. Po nuk dua, ma mja. E mora vesh. Ti edhe rënjën lajke e kos. Në rregull, e mora vesh, mund të largohesh tani. Në rregull. Ik, faleminderit, ja kaq. Shumë bukur e fillove, bravo. Ta bëj një përshëndetje. Po pse ku jemi këtu në pazar? Po me që dola këtu. Hajde, përshëndet. Përshëndes vllajin tim që ndodhet në Costa Rica me këngën kostumin që ta bleva. Ik, pra me kosi këtë thash, kos nuk dua. Dakor. Do në i byrek. Po ik tash, ik.